Atëherë, kësaj radhe ka qenë jo këta të dy protagonistë, por ka qenë babai i Gjestit, i ftuar në fan club, ku i ka kërkuar falje familjes së Eglit. Për sjelljet që Gjesti mund të ketë bërë gabim ndaj saj. Ti mendon se ka bërë ndonjë sjellje gabim Gjesti ndaj Eglit? Po. Po, këtë e di me kemi diskutuar. Puna e nishanit, puna që realisht tani unë nuk e di Gjesti ka apo jo ndjenja, po në momentin që Egli largohej, ai e tërhiqte. Në momentin që Egli afrohej, ai e largonte. Si bëra? Ka luajtur pak, pa aty brenda ashtu është loja. Bravo. Prandaj edhe ai nuk është penalizuar nga kjo gjë. Ama babai i Gjestit i kërkoi falje familjes së Eglit dhe mua unë e vlerësoj këtë gjë. Mua më duket Po mirë, ai ndjen atë dhimbjen e një prindje, kupton, përballë të gjithës kësaj, por nuk mendoj që Gjesti është kaq fajtor saqë mund t'ju kërkoj falje atyre. Është një lojë të cilën Egli e ka pasur vetë në dorë. Nëse do bëni një paralelizëm të situatës Loredanës dhe atë që bëri Jozi me Olën, mendoj që është një ndër gjërat më të rënda që Gjesti nuk ja ka bërë Eglit deri tani. Kupton, pra nëse një mashkull ka një lidhje me mua, dhe po brenda një kohë shumë të shkurtër thotë nuk të dua më ty, që kemi çuar edhe sa ata edhe kur orzuan. Tani okej, brenda lojës po ishin të martuar aty brenda dhe ai shkon edhe shfaq pëlqim për një vajzë tjetër. Dhe Lori e ka kaluar këtë situatë me shumë klasë, domethënë, pavarësisht vështirësive, se ka pas të lehtë, por ama në asnjë moment ajo nuk u dorëzua apo të bëj përndjekse si puna e Eglit. Egli ka qenë përndjekse më i motër dhe posesive në maksimum, ajo nuk e bëri në asnjë moment këtë gjë. Dua të them se vajzat këtë Big Brother më kanë surprizuar. Jo, më kanë surprizuar. Loredana për shembull nuk më pëlqente fare në fillim. Dhe tani është bërë një nga personazhet e pëlqyer. Po. Tani është bërë një ndër personazhet të cilët flitet për finaliste. Po. Është përfolur për finaliste. Që në fillim të programit unë nuk e mendoja Loredanën si finaliste, deri të paktën deri para se të dilte Jozi. Pas daljes së Jozit, Loredana ndroi 180 gradë. Dhe më pëlqen ndryshimi i saj. Pra, nga Loredana u surprizova për mirë. Edhe nga Egli u surprizova. Nëse e kujtojmë, kemi folur këtu në studio që Egli për një javë, pas hyrjes së saj, do ndronte qendrim, por jo, nuk ndroi. Deri tani duket se ka ardhur me të njëjtën mendje. Kohë gjatë. Po ti u habite? Rëndësika që është qetësuar. Jo, nuk jam habitur, sepse kur e shikoj në përprajme, prapë vazhdon të ma shpifi. Është po e njëjta ignorante me diplomë, do me thënë. Flas për marrëdhënien e saj me Gjestin. Po nuk ka lidhje, po mirë me dakord, ka ndryshuar marrëdhënien me Gjestin, po ç'a po jep lojës? Tani nuk ka vajtur atje për të ndërtuar marrëdhënie me njerëzit. Ato kanë hyrë vetëm, do dalin vetëm, njësoj si stala erti shumë bukur. Tash ju thoni tha jo tradhtoj Valbonën, unë kam hyrë pa Valbonën këtu, atë çmimin unë do ta marr vetëm, nuk ka lidhje. Mirë, po ne po flasim për pritshmëritë tona si shikues. Po lojën, po mirë ma ajo mund të kishte kthyer lojën në favorin e saj. Thjesht ka ndryshuar marrëdhënien me Gjestin apo situatën për të prishur, për të rregulluar imazhin që prishi më herët. Kështu që nuk është në lojë Egli deri tani. Edhe Danja më ka surprizuar për keq. Sepse e prisja femër me shumë klasë, deri ku klasën e mban ajo, po kohët e fundit ka rrëshqitur disi. Po çfarë të bëjmë, duke ndajtur mbyllur aty trashet robi. Nëse vazhdon të jetë sërish e kujdesshme me fjalë të përzgjedhura, tamam me sjellje femërore. Po të kishte luajtur i çik, mirë do ishte edhe ajo. Po e bën ajo lojën e saj, po e bën në mënyrë të shëmtuar.